Pranvera dhe Mariani të shokuar me mos reagimin e Rozanës pas lajërtit ndaj sulmin që i bëri Gjestit, jo çfarë thonë ata, edhe komentet janë nga më të ndryshme. Incidentin që ndodhi midis Jozit dhe Gjestit, ku Jozi goditi Gjestin me pëllëm, duket se kanë marrë dhenë. Jozi është shoqëruar me njëherë në stacionin e policisë, teksa pritet të marrë një dënim nga gjob deri në 2 vite e Gjesti nga ana tjetër e ka kaluar i lumtur duke qenë se edhe Egli do të jetë finaliste, gjë që sipas Gjestit nuk e ka pritur. E komentet në rrjet vazhdojnë nga më të ndryshme, teksa shumica bashkohen në një pikë. Jozi duhet të dënuar sa më rënd, pasi dhuna nuk ka justifikim, por një pjesë e ndjekësve ja lë një pjesë të fajit edhe Rozanës. Por përse? Pranvera dhe Mariani, çifti i famshëm i showbizit, janë të shokuar ndaj reagimit të Rozanës, e cila sipas tyre ishte dhe fajtore sadopak e situatës, teksa thanë Rozana e nxiti të gjithën që në rrugën drejt derës, teksa po i nxiste që të mos shko Gjesti e ta hap derën, teksa Gjesti po e bënte atë gjë. Sipas nesh kjo e blefosi shumë situatën, e jo vetëm kaq, por edhe në momentin që ndodhi e papritura, edhe në kamera shihet që Rozana është përpara situatës dhe e nuk bën asgjë. E vetmja që ka reaguar ka qenë Gerta, e cila i ka mbajtur krahun Jozit, se pa ne çdo kishim parë. Kështu që Rozana ka humbur shumë pikë me këtë sjellje. Edhe ata që e nxisin sherrin duhet të dënohen, ka thënë çifti i njohur, teksa komentet nga qenë më të ndryshme, ku shumica i kanë përkrahur për këtë mendim, ndërsa të tjerë thonë Rozana vetëm ka dashur që të qetësoj situatën, pasi e dinte se sa i mblefosur ishte Jozi. E parashikoi këtë gjë dhe i tha Gjestit që të mos e bënte. Pastaj secili merr mbi supe veprimet e tij. Ishin disa nga komentet që e kundërshtuan këtë teori të dyshës.